Mbi 93% të banorëve të vetë deklaruar si musliman dhe kjo gjithsesi nuk e ndihmon narrativën islamofobe në rritje të Kosovës. Raporti i fundit evropian i islamofobisë tregon se sulmet ndaj islamit në Kosovë janë në rritje, sidomos në rrjetet sociale. Por gjërat nuk ngelen vetëm aty. Ngrisja e Kuranit në fillim të muajit të Ramazanit është rasti i fundit ku u atakuan ndjenjat e komunitetit musliman në Kosovë. Një situatë e përsëritur është edhe ajo përjashtimit të vajzave me shami nga shkollat, duke përfshirë edhe mësimdhënëset. Pavarësisht se u premtuan ndryshime në udhëzimin administrativ për të mundësuar fëmijëve mbajtjen e uniformës fetare në shkolla, e qelluat sërish nuk u ndërmor asgjë. Por ka ende. Për shembull, lëvizja e Deçanit. Ç'të themi për ta? Për të gjithë ju që mbase nuk keni dëgjuar, në vitin 2023 një grup prej diku 70 personash deklaruan publikisht se do ta braktisnin fenë islame, duke quajtur këtë moment si një bilet drejt Evropës. Por besoj që keni hasur edhe në opinionin publik të Kosovës, i cili shpesh ka tituj senzacional, raportime përçmuese dhe analiza ofenduese rreth islamit dhe komunitetit islam. Dhe e gjithë kjo prirje për t'u shkëputur nga traditat të cilat janë kryesisht të bazuara në parime islame, por edhe idealizimi i shëvazë e Evropës, në qënë tek një pyetje e thjeshtë. A është kjo një përpjekje e sinqert drejt modernizimit apo thjesht një kompleks inferioriteti ndaj perëndimit?